ka i ka këshomi, edhe ka hi jatsia, dhe ju hije me gjëmat me fol jatsia. A du të me dhonë nëne selam të tretin rekat, apo të katërtin, do më thonë se që kun vetën në që se të tik një vakt, sa të vakën du të me Ka që thajnë ti du të me dhonë tretin edhe më linë të katërtin, për mu së flenë hata. Rishën tretin rekat, një atësi, edhe e preti imamin me e përfundu, e pas të japish selam, të ulesh, rrinë ullën, ata qonë katërtin rekat, edhe pse ka për djetarve që thënë japish selam edhe lidhesh opet. Mirë po ka për djetarve që më flenë hatën ma shumë kjo mendim që një namaz nuk janë dy namaz. E të morë vesh. Një namaz është një namaz. Nalësh në tretin rekat pret, ata qonë të katërtin, ulen, kur japin selam, i jep edhe ti selam dhe përfundon. E qaj namaz nuk ka dy. E të më kuptu. Do më thonë në katërtin ata kur qonë edhe s'ka nevoj më qutë katërtin. Se kjo njëjt për mu, si kur me shku me një vend une, në Finland, iftari më konë atjene ma heret, ati me gjerune, edhe me shku në vend tem, edhe mi zona tane, edhe atjene mi thonë, tash i bona 2 dit për një dit, unë me aeroplan, me shku në Prizren, tash i bona 2 dit, unë. Mac, 2 dit. 1 dit e kiti u bomo. U krymë. More vetë. A di që një problem i gjematit gjamijave? Gjematit gjamijave ka marak shumë që ka të ndodhë në gjamij me shku se shka që të mabet. Mi kalëzu punët e suedezit e të finlandezit e Zvicranit se ha. Po qa kalëzën mabet e gjamijës? Hoxha qapa, një aja bo, ky, a i fmija që shtu i hapë syt, jo. Hoxha kështu, a i fillon në konotacion negativ me menu hoqën. Në shkollë atje ja kanë heshu bredin, ja kanë heshu festen, ka dha vu, po knejnë ato të heshme, ata, baba tot ma ka sha hoqënve, ma ka sha gjami, ma ka sha këta, a i ftofët për gjamis. Ja sa hervim në për gërbet ju them gjematlive, qa kini mos marvesh e lini që tu në shpi, mos i transmitoni të fëmi e ju. Se bol ka kushja u shpërlan trunin këtyne për mirë thonë se islami së është feje mirë, se feja tyne është e mirë, s'paku neve në shpijat tona, problemet e gjamis mos t'i manifestojnë. Se në shumë gjë normale ju i një themelus të David, është shumë gjë normale që ju së mirë një vesh në gjami. A di gjë që shkini themelu gjamia? Si kur unë me hinë e lkos në Prizren edhe mi thonë do vetave në kafe të net, a qomi një gjami e bëjmë? Me ka, me qëta. Mu qu me qëta mishterit e kati që që aty me bo gjami, pa disa zoro bre. Dikush kur s'ka një emën të zotit i pedu hajde në gjami. Dikush, kur gjosin e të bo luft, ju që ishim bo në atjene me pas njës, që t'y në katë të lkosit me nëzerën e naj gjami, me qatë miletin edhe që e din e zanë. O shumë gjë normale që kini probleme, se kini njës prej zeros. Mi po se vapin që e kini, nuk e kini ma të vogër se tani, pa e kini se vapin ma të matë, se jini themelus të davetit në vendet e ju. Kur keni ardhë, s'keni gjithë gjamin këtë vend. Ju keni themelu këto gjamija. Dhe ju jini ata që e mirë një se vapin e kësaj. Dhe kush kontribon, s'ka nevoj me tash, që ky me të thonë, jep. Po ti kontra du të me thonë, me thonë, mos hajde me thonë, ti du të me thonë, kush je ti që po më ndalon mu me kontribun rrugë zotit ta. Unë e ko me dhonë rrugë të Allahit tem. Unë e du me kontribu për dinin tem. Unë e du me qip një temin. Ka arë në luft Khajberit sahabia, o kry lufta, beteja papi shpëndan Rasulullah s.a.s. Plaçkat e luftës, edhe po e merë sahabia plaçkën e luftës, për thot ndaja këti ushtare që të ndaja që ati, këta në jepi ati shpatën, jepi ati pancirin, jepi ati shigjetën, qështu ndaja plaçkat e luftës. Dhe po vjen një sahabi, beduin as emni spikazot në hadith, e Arabi, i thuhet. E Arabi është gjuhën arabe, beduin. Dhe thot, ja Rasulallah, ti mi ke qu qëto, popi thot pejgamberi. Pi thot, ja Rasulallah, qëto, unë s'ko marrë me luftu për që qësi sen, unë s'ko marrë për interesin të. Unë e ko marrë me lartësu fjallën e Allahit, edhe me mrok që gjeta që qëtu me pas drit në ditë të Allahit që në rrug ti jem vëra. Dhe pejgamberi sa më thot, nëse je i sinqert në këtë dëshirë me Zotin tënd, Allah i ka me ta plotësu. Dhe kur po kryet lufta, po vinë ushtarët që ky sa në mesin e ushtarëve. Po dhe me Muhamedi alayhis salam, aty në shokëve që thonë nga çaj që pa apo shkoni me ma lyp. Shkuën e lypën a është për dek me plagosme kur e gjetën, edhe 6-7 mushrik për rreth vetit që i ka vra, që i gjeta ku e ka lyp.
Edhe mi thonë, na, muslimani thotë nësë, du me përfitu këtëne. Edhe mi thonë, mos hin, muslimani ka me thonë, jo, une po du me hin. Dhe tha Muhammed a.s. O Zot im, Allahumma, që ky është muhajgjir, ka lyp izën me lëshup Mekën dhe me artë Medine, unë jam jara dëshmitar që ky është muhajgjir i rrugës tënde, edhe shahid i rrugës tënde, pranosi shahid i rrugës. Edhe me na thonë dikush, mos kontribo me lartësu ezanin në këtë vend, kimi thonë, kush jemën e ti me më thonë mund, zvan me prun, unë e një të pihin në gjami. Edhe me thonë dikush, mos prek me fshin pluhnin e gjamis, kimi thonë, kush je ti me më thonë mund, zvan me prek pluhnin gjamis. Grua ka qenë, e zez, fut, gotë pejgamberi sa e po falen gjemati, ajo po merr edhe pe pastron gjamin e Resulullah s.a.s. Si përdel gjemati për jashta, se ka qenë mlume me gjethë. Zalë po, dhe përdel gjemati jashtë, ajo po nalë dhe po pastrimin e gjamis. Po nalë po pastron. Dhe një ditë speshirë Resulullah s.a.s. Ko është këtë gru? Dhe përbjë sabët, ko e gruja zesë që pastroj këtë gjami? Që ato gjetët që i kanë ra, që ato sende. Ajo dil gjemati e pastro gjamin, se gjamia o konë zalë, edhe me gjetë. Edhe thanë, o dek, kur o dek, pëse s'më keni lemnu, thanë o konë natë, jo Resulullah s'kem desh me ta frishë rasti, na i kem vërës shpët e shpejt, si kanë vënu në gjenazët i kanë vërës. Ta pe janë së ku e ka vorin. Thanë që tu shkoj Resulullah s.a.s. afer vorit ja fali namazin e gjenazës dhe lipi falit Allahi, o Zot që sa jepja gjenit. Që ka bo kjo gruja zezë? Ha? Kur gjo, as ka dit me fol, as ka dit me dhon, as kur gjo, kur s'ka pas kur gjo me dhon, ka shku, ka kontribu, bile spaku, ka dhon në kontribut fizik, ka marr edhe i ka pas të ugjamin. Na subhanallah falim namaz, bile që aty ofër vetit, na i pej, na i sen, që më shumë koka që të një pej, je që aty ofër vetit, kape, shtien gje, pastroje, se cili me bo që të pun, gjamia pastroje, s'kemi nevoj. Po problemi po na ndodh në për xhamia që ata që po na shkelin mas shumë të xhamin, mas pak të po kontribojnë për tepin e xhamis. Kjo problemi më i madh janë në për xhamin. Po këto si të ka fal namazi ka punë të mirë, o vëlla. Çka qitë tull për më rrit që ky dim. Jo për veti. Heb banara bana tur që thënë. Për mua jara, veç mua mirë, për çfarë? Kështu ka thonë janë në kot Musa alayhis salam, kishte thonë ja Musa, ja nabi Allah, e kështon lutë Allahin me ma dhanë një delme. Ani kështon. Kur je lutë Allahit, Allah i ka qu selam, ka thonë thuj ati në të lutët për filan vllahin që s'ka, në thotë o Zot jepja filanit 2 delme. E tha Musa a.s. ka thonë Allah ti mu lutë për filanin, që me thonë o Zot jepja filanit që s'ka 2 delme. Ta shkypi thotë, aj 2 unë njoha, po tha laja Musa kreti. Asa pas për tu. Me që gjështëne, ky 2 unë e njo, heq pra mësë lutë, se s'betu as që tëne. Ndë une që ka bona mu rritë që këtë dim, hajtë, në ditë kiameti kur dalë të Allah, kur më pytë Allah, që ke bo për dinin temë, që kemi thonë? E keni pa në parti, antarët e partisë që janë edhe dikur, para zjedhe edhe kryer zjedhe dhe thëjnë atane, mërë ti, antarë i partisë, që ke po bëti, asë një votus na e ke përmuti këtë në parti. Merë vendime e partia, të, ajde, për jashta ka strajës, për shka për rriti këtë? S'ke kontribu kur gjanë, për mu rrit. Na hajtë, si cili le të menoj njëtë vetë, ka e ke prun gjami? Ka e ke shtin gjami? Kusha, që në ditë kiametit ka me dalë me thonë, o Zot, më shero filani se që kjo se bërë që unë e kom marë në gjami, që kjo më ka prun gjami? A disa lezet është kur një në përshamën në Prizren, kur më thotë, hoq, në gjamin ka prun filani. Pra aty në diametri që i kemi në gjamin. Disa lezet. Hoq e kanë kafe, kemi net, kemi pi, kemi hangër, edhe më tha, hajde në gjamin, ta shvalla, zdi, hajde me mua falë në gjumon, po ku me shku, hajde të ka, unë qëjtë një hoq, më gësht diqka, ta ku më ka prun herën e partë të ti, tha, për herë të partë, kom pa që aty ne, jem marru, jem tut, jem trishtu, po kur pa shumë tri, u rahatova, ma se për para pres qaq mrap që të kena pas, unë im kom fëmi vogër, se im kom djarë hoxhe, kër isha në gjami, veç mu më linshin mranda se djarë hoxhe s'kishin ku me më qu, se babën në aty në edhe në si gjinka të duke me net, aty nësë më gucë, së më gucë, këtë fëmi qokët e min, që shkojshë unë me ta, këtë mi gjushin për jashtë
Për jashtë! U tut që fëmije kur ishin të veç. As sret me po, dhe çka fëmijë 10-12 vjeç. Vën se mi mësu ata I qitë qenë për jashtë. Për jashtë! Për jashtë! E ju ka me të jetuta. Tash alhamdulillah në xhamia ty kam 95% janë që çështu si rini me shtyj si ju. Tash po ka zë ditë një suarekës, ta hoxhe pruna tani të suarekës. Student I onës suarekës. Edhe ky janë pres suarekës me falat të gjumon. Jo do unë sende dha kur tha aty tha hoq ta peshe, o që ky shok I klasës tem, o dhe që ky shok I klasës tem, o dhe që ky kom fakultet afër me që aty në pim kafe, o ti ndi vetin qef tha që I pa tha shok të klasës aty ne. Tash ta s'po vjen, s'po hik më hoq ta non stop e kemi me vit. E po alhamdulillah dikush po bëhet se vetë, dikush na ka prunë dhe neve, po neve ka jemi të e prunë e që ky është problem. Nuk bën njëri me nën halkën vetën e vet halkën, rrite, zgjeno, nëse secili e bi minimum edhe ka një në për xhamia, s'ka mundësi vitin e arshëm marrë dikush më gjetë që kaq. Deri vitin e arshëm, secili veç ka një me e prunë, qëtu mos ju zënë. Ama mesela o këtë neglijencës tonë, andaj Isa a.s. kur I tha havarive shokëve të nuk I tha kush janë dashamirët e fesë, se te ne thojnë me një herë valla hoxhën e për fejë, kopshe folë, Allah zlip se qohë njerëz kur folin, e lujnë vendin, që s'ka nevojë me lujnë vendin, kur gjë s'kon të ribën. Dësa Isa a.s. tha, men ansari ila Allah, kush janë ndihmëtarët e mi në rrugt të Allah. Nuk tha kush janë dashamir këtë në Allah. Më ndihmëtarët I kemi të pak në rrugë të Allah, bile s'paku me fjalë me madhnu këtë rrugë, e pastajne me shoqni, e pastajne nëse ka nevojë materialisht, e në fund edhe fizikisht ndihmohet ky din, Allah ju ndihmoft edhe juve nëse ndihmoni dinin Allah. Allah edhe juve. Në Finland shku me pa një ndeshje të futbollit. Beshtam pak me najt me ata shqiptar, e lushin në ligë fuzball, në ligë rajonale, e fitun shqiptarët aty ne. U taku me xhamatin, alhamdulillah pastaj bëm të bim me një kafe sënde. Mi po ajo që s'më pëlqej, pak u kacafitën dy lojtar, ta hyj, s'kishte gjysmë sekondë veç kur e pash kurbanën kret tani, të poshta shalba. Kur than jo kacafitën dy lojtarë këta të poshtë. Në këtë rrije e islamit me pa ai huji se këta janë po të mu me më. Në kur dishe për shama, kur I ko pas fëmijë më të vegjël, kur dishe dikan livat, tash e kem shtruat batanin, qeven e kem shtru, tash e kem marimanga, bo brejtëse insekti, tash fëmija I vogël për tutët. O bab, qëre orë një marimang, o bab, na e në artë e rruga marimangës, a I zonë, ajo që tu. Na e kena zonë, këti I kena vu qeva, e marimangën qatë boje, për fundi su, po I ka për mi, po vjen tik, po shkon atje. Edhe na kena artën shtëpia marimangës. Qa e bën hyjëm njërit në shtëpit vetë, nëse me qenë reflektues I hajrit. Indonezia 200 milion musliman I ka, Indonezia 200 milion musliman janë bon për sjelljes mirë muslimanëve. Kur luftë s'ka pasur. Tregtarët kanë shku, janë sjell mirë. Ja ka kallëzu dobësinë e mallit, ka thonë qëtë mall, se ka qëtë çmime, ka qëtë çmim, se ka qëtë dobësi, o që dita, që mu ky po të kallëzoj ka. Ama qëtë qyp me qëtë grun, ka thonë ky ka çmimin që ka, ky që ka, pse njësa, jo ka thonë ky I lart, ky I terë, ky djatë nuk o taze, ky o taze, kjo është kështu, kur I ka kallëzu shumë tamam tregtar, kanë bo që ata me thonë, ka dalë ti çfarë feje I jepet djatë. Feja jeme që kjo, po, ma mëso dhe unë të bëhëm si kur ti. Ka reflektu sjellja e muslimanit e bë musliman. Sjellja janë për shka për reflekton ai mutut, me thonë këta janë tram, që I thashën e, tha kemi najt, tha me mu, tha me një dhamë, kemi fjetë, turat e para, natë të dytën. Masane, kur erdhën turat tjera, I kanë shtinjë, tha drejtën banesa, neve tha shumë kemi hek. Thash, po kur kanë pas sjellet e juja të mira, kemi bë sebeb që ata dytë me fitu shumë shpejt se ka thonë ta këto kokë janë burrat mirë. Po kur or tura dytë ka kallëzu sjellet keqe ka thonë nalja o kret se si ishin hiç burra të mirë, hongrëm tulli me këta. Apo kupton? Kur ke bë sjellet mirë, I keni shpërbly tura qera kanë orë mas juve.
Kur në nërë turat qera, masene i kam mësu dallavere që është me nëzirë socialin, e ndojë prej grus, e nëse ndohem socialin ma pagun banesën, e dallavere kështu, dallavere ashtone, e masene hajde hoxha me vetë, hoxha vëm ja po qështu, me po qështu, që e ka banë Allah. Atëherë tash i qëtot, ja, bol, Allah i lese që to na e prunë shpirtin këta dallavera gjithë. Atëherë na çka du të me bo, duhet fëmijët tonë një mësu dinin tonë, mi mësu me respektu ligjin ku jetojnë, mu integru, por jo mu asimilu. Integrim është me punu, mos me nejt parazit me hongër hazër, se na jemi musliman, na i them qafirit, që i them bre faleminderit në suedisht? Ha? Taksi? Taksi myke i thu, në keni mund. E që thash, une s'po du me t'lon me t'mykt, po du ta mëm me, po thash du me t'manu. Ti keni mund. Edhe aj me të thonë, ta musliman t'ishin interesant. Kur ishin të smund, këta për një me për të ishin të smund, për hajshin socialin. Po si po është nëshik, ta mos për të ishin e mos i smund. Që të mush i Albani thët, është ndalume me hangër social të qafiri kur ki mundësi me punu, me thonë s'kam mundësi me punu. Shko në Zvicë, këtë smund për shpinës, të në Kosovë, kërkush ankohet për shpinës e Zvicë, këtë vëlla hoqë jam invalid, s'ka jam për shpinës jam lirë. Jo? Ai beli, ky beli, ai smund, ky smund, për më hangër sociale më hangër. Kështu në i themi të mashtrime, kështu nuk vën më usjerë me këtë qëqni, po dhe nuk vën më harru tonë. As mos u asimilën gjumë, as në veshje e as në din. A e ka dinin e vetë është normal, le kum di, nuk kum vëlje dine. Festoni festën e juja, na kemi ardë, hynim insektet, marimonga, vendi juja, mali juj, festoni, na me ju s'kemi po. Mirë po dhone e kam festën time ja kalëzoj une e vlatit tem që shduhet. Edhe për mos më ardhë deri të asimilimi, atë ditë themi, runi fmi, baba qysh mi hup ke votë mu për bëzheq, edhe ju muni mi rujt në qatë formë fëmijët të juj prej asimilimit fetar. Mirë po integrimi është i patjetër sushëm për me qenë pjesë aktive me kontribu për shoqërinë ku je të jetu se shumë të zbata gjëva. Në qovë se kaloj akshomi, se ku e shkurtë është, edhe më punën, hajse e pare, kini atësia, është si ku me pare. Ka shumë me pale akshomin, o me pale... Gjithni jipet prioritet koha që i ka kalu. Krasu me kohën që i ka vakë. Se me bo me vdek, Allah i të pyt për atone që i ka kalu vakti, nuk të pyt për to që i ka hala vakë. Për shembull ka hi vakti i qindis. Edhe Zoti po më merr mu, së kom faqe gjysor, po ka edhe një orë. Dhe Zoti po më merr mu shpirtin, Allah i s'm pyt për i qindin, pyt për drejken. Se ky ka pas hala vakë, që ky namaz i fundin nuk pyt me. Prandaj jap përgjegjësi për ato që më ka kalu. Para se më arqe Azraili, hyjë gjumë foli që ato që ka kalu, mas nane, këto që ka ala. Vesh në më dërri pak qëtu, dhe shemë tash ka kalu dreka dhe qënia, dhe më në kod, s'ke mujtë me në Për parësi ka më i vjetri, Po. gjithni. Ma çka është arsyeja me ty që namaz? Ja i tash ke mesele se kur qaj që peqon i pari dorën, që s'po mlosh të mi thonë ati që ka që dorën. Për parësi ka S'pe shosin i bashkë. pari, dreka, i qenia akşam. Çeve që edhe një sa lidhe me namazin, mos e shpërmend. Kur janë kushtet e bashkimit namazit, mos e shpërmend po tik dreka, po tik ikendia, po falin akşam krejt. Por da, a dreka dhe qenia çfarë i pishat? Jo, unë po du me ditë kur ju lejohet me Me i ik pa namazin. Çfarë arsye duhet me pas atë diçka? Se këto kanë bë... Mira, pyetja është shumë e vend, që të më thonë mos ta merr një adet, mira Po ka shumë rreth e kanë marrë, po Demek, mos i jep gjëra këtyre që më bëu se mos e kujtojnë se ka gjë do të më ik dreka dhe qenia. Allah që problem shumë me ato është pyetja. Se këtu një problem te ju shumë afër koha. Unë e pash diku 40 minuta ishte në Finland drejt 100. Unë se dite ju, gjushohë të që tashën që keshën që shtë më falat. është një hadith të sa i muslimi, Ibn Abasi e transmeton, thot Rasulullah s.a.s. e ka falë drejken edhe i qinin, drejken edhe i qinin e ka falë, pa qenë fëtot, pa qenë nxehtë, pa qenë me shi. E ka falë Rasulullah edhe i ka bashku pa sebeb. Se me sebeb, ka ndodhë në ere ka shi, i ka bashku kjo bënd. Po pas sebeb i ka bashku. Ulemaja e kanë spjegu, si që është shikar banëve tjere, se nejhere kur t'ki nej pun, nej sebeb, dynjas, banë edhe pas sebeb me bashku drejken edhe i qinin.
Për shembull, gruaja ka me dalë këtu në me ble diçka për fëmijën. Edhe do kogja kohë. Ndalë të herët, s'mundet ajo nëse ka këtu, nëse s'ka me gjive, ka mu s'mundet në atë qenë të tektore me falet drejken i qinin. I themi asaj, sot t'i falet drejken edhe i qinin shpitanda, edhe del ku ki me krye punë. I themi ati i cili sot e she se ka me qenë i ndalëm në punë edhe s'ka mundësi ato 40 minuta me bo, i themi ati edhe ti sot mush me bashku drejken edhe i qinin vaktin e drejkës. Por zgudzon mu shëndruar në adete për hershëm, se imme salate kanat kitaben mawquta, namazi ka kohën e caktuar. Zgudzon se kur shija që i bashkën drejke i qenia, këshëm e atësim, në e basu një. Por e bëm dhe një herë edhe bëne me një jetë pasimit sunetit pejgamberit alayhi sallam. Bëne një jetë, e masa nuk konsiderohet që ke farë si kaza, falen në vaktë të drejkës. A kalimi i kohës për vaktit drejt konsiderohet prej mëkateve të mëdha. Hambeli çfarë do të më bëjë edhe një herë me marr gusëll, edhe me hinë një islam edhe një herë, se ke bërë kufër dhe ka qitë kret prej dinit. Mesela nuk është e lehtë që pyetet veç për renditjen e kazas. Prandaj tash vllai që veti është me rëndësi për me e di rëndësinë e saj. Por më herë më thonë miri kur e shesi ka punë në burg sot, atëherë bënë në vakt drejkës, drejke dhe i që një ndësh me e farë, edhe inshallah e ki lehtësim për Allah Ta'ala, se thotë Allah, yuridu Allahu bikum al-yusr. Allah i po dëmë një o lehtësu. Me herë zonë ta ka lehtësu, dhe pejgamberi sallam Allah i dëmë që robi me shfrytzu lehtësime që e Allah. Dhe e shfrytëzon inshallah këtë. Vazhdo të ba. Është nështë një pyetje një shokët i cili nështë në kuptër. Hajde më thonë, tani vonë është një punë të një organizatës dhe nështë për me ru në farë forme atë pozitë ku është, pëse nuk është qasilet me arritë cërë, i lënë vakte për i falë gjithanë në mëllën kur të fejtë shpejt. Kjo gjëna. Kjo është me qenë pyetja. Edhe nëse janë ndalën zotninja, edhe ka arsyetim që me ka ndaluar do të më lën punë. Por në vla. Njeti në namaz. Njeti namaz nuk është për sunetit më u bën me gojë. Njeti namaz është me pru mendjen dhe zemrën në një moment që unë tash po du me hi edhe jam për qëtë namaz i koncentru. S'kam nevojë unë me thonë, pse i vjen një cikur kur të hungja unë me hongër supën me thonë, tash po bëj një jetë me hongër qëtë supën, mas kësaj po bëj një jetë me hongër që të dolmat që mi pas kanë bo, mas kësaj një jetë që të shi me gujë. Për shë që aki mo. S'ka nevojë. Një jetë është në zemë, në është. Me ndodhë më herë për shembull me harruj kametin, a pranohet ai namaz, domethënë farzë? Me harruj kametin, po namazi është tamam. I kameti është diskutabil të ulemaja, është farz, është sunet. Po edhe me qenë farz, nuk e prish namazi. Namazi është i plot. E bën i kameti, se bën i kameti, namazi është. Inshallah. Urnallah. Ka shumë trik që tash falen edhe më shumë se sa herave më herët që kanë qenë të qarë, falë Zotit, shumë mirë, adem po është një mendje shnoshe e mirë e hajrit, edhe kemi hasë kanë herë në tema kështu spontane që nështë ta dikush shumë bajtu, dikush së bajtu, unë sa dhije sa kom njohëri edhe kanë shumë njohëri këtu, shumë këto tene, kërën është i bëjmë ramën që ka qytë Zotit me polisë, kështë e është i përsosën, edhe nuk është diçka që mund ndryshon njëri në Kur'an kur ai ka qenë në rrotullive. Mirë po, libra tjera, fe tjera kanë qenë rastësisht, se unë sa di që Zoti vetë ka thonë që ka mujtë me ndryshu dikush diçka, po jo në Kur'an. Edhe pasi që këta njerëz janë prit Zotit, edhe librat kanë qenë prit tij, edhe ato të mëshme se Kur'ani, po thonë shumë thjesht, a shkojnë në xhenem ata njerëz. A mundën me shku në xhenem, suedes për shembull që kanë bërë gjithë të rregull, s'u di sa se ti sa ke najtë Suedi dhe sa ke pa shtetin suedes që është ndërtu në gjithë aspektet e jetës. Shumë thjesht po them, a mundën në shku në xhenem, sta njerëz për shembull nëse nuk e pranojnë fenë islamit deri në momentin që na nuk tregojmë më tepër për fenë islame, edhe përderisa nuk i bindemi na më tepër ata që me të vërtetë ka fija jam shumë më e mirë se juve, edhe kjo është e Zotit, po këtë është rruga që ai ka zgjedhur Muhamedi, që është duhet ta ndjekin të gjithë për shembull. A
shkojnë ata në xhenem, apo na duhet me punu ma tepër për me I bind ata që ata me thonë pa fol na hiç, vetëm me veprat tona me thonë me të vërtetë kjo fotografia e vërtetë se ju po mbindni me veprat juaja. Se nuk ja vlesh me fjalën ata me fol që me imponuni familja atina ose me ja bën ngarkesa që a dalë me çka ka video punë kështu që ti veç po fol për atë, po ti s'po bën kurrë, po punë veç është e mirë, ama kurrë s'po shoqë po bën. Shumë me shumë raste ka këtu që këta kanë dëshmuar që po na respektoj shumë. Se në dëgjova rastin që ta policia e parë me mlut e ka shpranuar në shtetin suedez. Shumë e mirë, domethënë kjo po tregon që po tregon shumë respekt për ty. Marrësisht pse ti nuk po beson te tonë, po na nëse besojmë takimin do na respektoj ata. Shumë. Po kadër ka dalë me ato mundësi që ai nuk bini ti. Ma thjesht në falë se nashta e zgjata pak, ma bën halal, po a shkojnë në xhenem që ta njerëz, a në xhenet? A jënë të Zotit ta njerëz a ju, a veç na jemi? Edhe çka çpo. Obligimet e njeriut janë të ndryshme. Obligimet e njeriut ndaj krijuesit të vet, të Zotit. Obligimet e njeriut ndaj prindërve të vet. Obligimet e njeriut ndaj shoqërisë vet. Obligimet e njeriut ndaj vetes vet. Që kjo obligime ndaj vetes, unë do ndihmën pa e vesh maicën, se Zoti pyet, se e do trullan edhe jesë mund mos e kryt pa. Dash po vesh. Thotë Allahu Teala wala tulqu bi aydikum ila tahlika, mos e qitni veten e ju në dikë ju në tërhyqje ose në rrezik. Njerëzit kanë mundësi me qenë shumë të mirë me njerëz, por nëse nuk janë të mirë me Zotin e tyne, s'pin ujë e Zotit e tyne. Njerëz mund me qenë shumë të mirë me njerëz, por nëse s'janë të mirë me prindin e tyne, s'pin ujë të prindi i tyne. Ne shohim njerëz të cilët janë të mirë me shoqërinë, me rrethin, me shkollën, me kolegun, të mirë me nonën dhe me babën. Kanë ditën me ditu dikush nona dhe baba e dinë çfarë pisja. E kuptoj. Njeri mund me qenë shumë I mirë ndaj tjerëve, po ndaj punëdhënësit është hajm. Ata nuk e ma orarin, e vjedh, e mashtron, e rren. Madjava që shoqënia e kafës e divden që valla burri mirë, gjek, pagun soka, pagun shumë be shpirt mirë. Nësa atjene me punëdhënësin e vetë është I keq edhe si kryen obligimet e vetë. Allahu Teala është krijues I gjithë çka shohim dhe nuk shohim. Edhe I suedezit, edhe shqiptarët, edhe gjithë. Dhe ftesa e Allahu Teala është për të gjithë njerëzit. Kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Thotë Allahu Teala, o pasues të librave të qajt, ejani në fjalën e përbashkët mes neve dhe ju. Allah I ka thirrë të gjithë njerëzit pa përjashtim, mesin e tyre dhe suedezit, që të vinë dhe të njohtohen me pejgamberin Allahut, me mesazhin e fundit, me librin e Allahut Teala, dhe kjo ftesë vlen deri në ditën e gjykimit. Historia është e musht për plot me popull që janë përgjegjë ftesës Allahut dhe kanë refuzuar ftesën e Allahut Teala. Thotë Allahu Teala, men yuridu dunya nu'tihi minha wa men yuridu al-akhirah. Thotë Allah, kush e do dynja, na ja japim dynja. Ja qilim dynja. Po do naft, bujrëm naft. Po do gaz, bujrëm edhe gazin. Po do minera, bujrëm. Po do çka do që don robi për dynja, Allah ja jep. Edhe qafirit I përgjigjet në dua për punët e dynja. Po do me fitu o sonte kundër rallit barca, janë ma besimtar, për lutën Zotit, Zotit I përgjigjet duan e tyne. Ma në mend këtë rejnë, qafiri, kër I lutët Allahu Teala, Allah I përgjigjet duas ti për punët e dynjas. Për shkak se ka bo veprat mira dhe Allah I shpërblen veprat e mira të njerëzve në dynja. Mirë po, nëse ti se ke ngu Zotin tënd, nuk ja vlen ty sun të pështam kërkush për ati Zotit, se ekziston një botë jashtë kësaj bote. Ty të shpëton vepra jote për dynja, ti e mirë me ne në dynja, na të lavdrojmë që kanë burri mirë. As një musliman nuk e shan Ebu Talibin, agjen Resulullah s.a.s. Ai ka qenë që mësë shumë të I ka ndihmu Muhammedin a.s. Vetë Resulullah s.a.s. ka të regu se çfarë ndihme I ka dhënë.
unë edhe ti kur gjë se kem ndihmu Muhamedit sa që e ka ndihmu Ebu Talibi. Kur jenë kërcnu Mekasit për vrasje, ai ju ka kërcnu aty nëse do të futet me familjen e tij në luftë nëse dikush më prek nipin. Ai e ka marrë moshën 12 vjeçare nën për kujdesin e vet Resulullah sallallahu alaihi wasallam kur i ka vdek bab. Pejgamberi sallam para se me lindi ka vdek bab, moshën 6 vjeçare ka vdek nona, moshën 9 vjeçare ka vdek gjysh. Dërsa ai e morë për me e rrit vetë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam dhe me vite tëra e ndihmoj pejgamberin Allahut ta, por as se si sunë shqiptoj një fjalë, ajo ishte ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah i ka kallëzuar në Kur'an e ne suni bëjmë me hatën njerëz në xhennet mishti. Allah i thot, ju folni për hakin e juj, a pja fal ti hakin, as pja fal ti fal për ta. E sa thot Allahu Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah s'ja fal kuj që i bën shirk ati. Ti mosh më ja fal sa dush, këta i falit të veç shirkun se fal. Nëse ky popull ka bërë shirk, merret veç me Zotin. Na nuk merret me veç. Na themi veç këtë fjalë. Zoti nuk fal atë i cili ka bo ati shirk. A do tjetë për këtë popull apo për tjetër, ne nuk përzijeme, se nuk e dim. Këto janë ndarje të vëndshme fizike. Shekull e 19 kanë fillu ndarjet me kambe. Ma edhe s'ka pas. Ne ndajmë këtë çështje me fe. Ai i cili beson mesazhin të Zotit, beson dërgumin të Zotit, ai e meriton shpërblimin prej Zotit. Ai i cili nuk beson në Zotin ashtu si që Zoti ka kërku prej tij. Ai ka thonë, unë jam i vetëm, unë s'kam djalë. Kul huwa Allahu ahad, thuj Allahu një. Lem yalid wa lem yulad, as ka lind as lind kush prej tij. Dhe ti qohësh dhe thu, po djali ka Zot, Zoti ky djalë e ka emrin kështu. Unë ty mos e thuj se të qtasha hongres sun të pështaj ty sun i tham. Ti i tham miru vesh me Zotin. Zoti ty me qëtë lafë sun të shte në gjennet. Unë qëta me ta tham. Me botim këtë dënja jetën, lekum dinukum wali din. Këtë Allah Ta'ala thuj, ju e keni fejnë e ju, unë e kam fejnë ta. Drejtësia e njerëzve ndaj njerëzve në këtë dënja nuk e arsyeton pa drejtësinë e tyne ndaj krijuesit tyne. Ti mësh me qenë shumë i drejtë me njerëzit, por je i pa drejtë me punëdhënësin tënd. Ti je sjell mirë me vllazërit e tu, ju keni mu, a këna e ke vjedh shefin. Ligja dënon. A mone kom vjedh për minimu këti, kom pa një matës s'ka pas me hongër, kom vjedh për minimu matës, a me ke bo pa drejtësi këti njëri, ke bo shefit tënë, ose dyqëngjizi ke bo. Dhe pa drejtësia dënohet. Nëse dikush është regu i pa drejt ndaj Zotit vet, nuk ka mundësi me thonë s'ka me pas dënim ndaj asaj, pa drejtësie që i ka bo Zotit vet. Prandaj ju themi, e juja është që të kërkoni dinin Allah, se mos në këtë kohë të internetit s'ka mundësi marrë si tu dikush me thonë vëlla se kom ditë. Këtë dynjone po qohët për karikaturat Muhamedit a.s. e po njët, e me thonë dikush pas kom një për këtë njeri. A përgjithësia jonë si musliman, në plasimin e mesazhit hynor është prezente ato e fola në majere, që na kemi përgjithësi me u dhanë këtyne davetin. Por butësia tyne ndaj neve, mirësia e tyne ndaj neve shpërblehet për Allahut që o ka dhënë këtë zëngjëllëk edhe këtë jetesë. Thot Ibn Taymi rahimullah, Allahu e ndihmon një shtet i cili bazohet në drejtësi, po qoftë edhe i qafirëve, dhe Allahu e shkatron një shtet që bazohet në padrejtësi, po qoftë edhe musliman. Dhe neve sot e pam, Zoti i shkatroi shtetet e arabëve që ishin bazuar në padrejtësi dhe i rriti shtetet e këtyre të cilat u bazohen në drejtësi sociale. Mi po kreta është pyetje për dynjë. Allah s'përran kush do dynjën ja jap, edhe u ka dhënë, kjo mëshira Allah ndaj këtyre. Prandaj këta është dash me falendëru këtë Allah, o Zot, shqyr që na e ke dhënë këtë mirë. Tash është pa drejtësi e këtyre ndaj Zotit nëse nuk falenderojnë në drejtësinë e Zotit që u ka dhënë këtyre. Nëse këta insistojnë që mos me njoft mesazhin e Zotit, mos me ju bind kërkesës së Zotit që ju thotë mos bëni bejfti se s'kam djalë. Jo, ki, Jezusin e ki. O, s'ka lebe në 10 orë, bes jam pas kalet hak. I ki, na kena me knu.
që është kjo padrejtësi. Mo që mi thonë dikush babës, ti je djali i Ahmetit, ajo djali i Mehmetit, jo bab, ti je Ahmetit, se Ahmetit e konë ma burën në predashnis, po tëmë, ti i Ahmetit je, se o konë aj komandant. Si jam mërë i Ahmetit, jam i Mehmetit, u babë, më stu i Mehmetit se që panë e ke pas babën. Thu i Ahmetit që konë pleqnari ka tundi. Ti a e ke dash babën, a i ke bo padrejtësi babës, padrejtësi ju, si jam mërë i Ahmetit, jam i Mehmetit, jo illa i Ahmetit ki më konë. So na që shdojmë me e pa dikon, po qësh është aj. Nëse Zoti për vetin thot unë jam i vetëm, s'mush ti mi thonë, ja, ti e kjeni një djallë edhe shumë të mire ke pas. Morë s'kom djallë, jo e ki, ti ke pas djallë. Atëherë Allah Ta'ala të merë dhe denën. Ti ki me dhonë përgjësite Allah Ta'ala. Ty Zoti ta ka dhonë, pse i ke pasu në drejtësi, ka dhonë ty dhe ka ndihmu në drejtësi tonë. Mirë po, nëse vazhdon mu koni pa drejt ndaj ati, masi ti ka dhonë gjithë Allah Ta'ala pas të edhe, denon. Edhe kërkush s'mund me thonë, ka bo zullum ndaj aty, nëse ata i kanë bo Zotit zullum. Allah ja u ka dhonë ajrin, Allah ja u ka dhonë ujin, Allah ja u ka dhonë shëndetin, Allah ja u ka dhonë pasuri. Dhe ti ende nuk për një emnin e ti, s'pjethu Allah, që është aj pjethot vetit, që s'pjethu emnin. Dhe ti nuk për i thu, elhamdulillah, të falenderoju Allah, që mi ke dhonë këto semë. Dhe ti nuk për dënë me a ledzu mesajin, letrën, s'për du mëre me ta ledzu letrën, ne? Aty gjëva të të mira ti ka bo, e atëherë është shumë gjë normale, që Allah Ta'ala, ty mundet me të qu edhe me të denu, edhe nëse të metën marak ty, pse i denoj Zoti që dëshë. Se bolli ka met marak, Resulullah s.a.s. Pse mu denu në Gjehenem, Ebu Talibi, sa që shijat jenë qu, edhe në gjenet e shtinë Ebu Talibi. Shijat, thënë jo, Ebu Talibi së konë në Gjehenem, po është në gjenet është. Ta, për te Resulullah s.a.s. dojnë me dalë. Ma pap se papa dojnë me dalë, ta Rafidi. Andaj neve nuk duhet me qenë të mshirëshëm aty në ku meritohet mshirë. Ishte një film turk një herën pa të pëlqy një pasus në atë film, thot. Një djale myti nonën edhe gjyqtari edhe vendim për me mytë këtë djali që i ka mytë nonën. Tash ky djali pi thot këti gjyqtari, tu dalë, po fillon me vërtit, pëse me marrë ata gardian me quë për me varë. E pi thot, as po të vjen keq, as kiti pak rahmet që shpe e myt një djallë të ri, pja hub jetën e peqon në konop, as ki rahmeta. Ky pe këshur ftoft, po për çdo ditë po shkruan në ditar, do lafe dhe po e shkruan një laf për tëne, që vlen edhe për këtu. Po thot, të mshirësh, pa mshirëshmi, të mshirësh zullumqarin, është zullum ndaj atij që u ka bo zullumi. E mërë vesh? Të mshirësh, edhe rastin konkret është, të mshirësh zullumqarin, që i ka bo zullum Allahit, është zullum ndaj atij që u ka bo zullumi, zullum ndaj Allahut. Pse? E ky pi bën zullum atij. Të qohëm edhe ta mshiroj dikon që thot unë jam i babës edhe i këtij nonës, sikur të ne që dojnë mu asimilu njerëz në prizar me zor, dojnë mu bot turq. Unë jam turk. Çu bëna turk? Çe valla, po du mu kon turk unë. E po djava në mu mi thonë të ditën vetit, qëre djema, one jam kryetari komunës Prizren. Mërë Ramadan mu jo valla une po kam qenë, po kam kryetari Prizreni. Halki që më bëjnë mu, marrin qenë në doktor budalve, psikiatri, dhe në kalujt mërë budala. Ju ka tek vetit që është doktor, ju ka tek vetit që është kryetar komune. Që qështu mi thonë ti vetit, une jam turk, une jam suedez, une jam qeky. Ti mush me qenë në shtetas me letra, por ti nuk je suedez. Dhe s'mush mu, po sikur do shqiptar që më vinë dhe po më thëjnë mu, hoqë unë jam Zvicranë një veti, si Zvicranë dhe po më janë marrë për ju e shqiptarve, me mjeka që pa bani. Po në mo dhe, që po t'vika marrë të i për mi. A jetë marrësh. Me zër nuk ndrohet njëri. Ti banu shembull me punën tonë. Andaj, të them une, se që ky njëri ka vendin që tu është zullum ndaj Allahit. Allah e të mirët me tëne, kush i ka bërë zullum. Se e zgata shumë, po inshallah u marrë vesh që du shumë. يا من يرى